shumë vite me portrete, njihesh domethënë për këtë art, për këtë specializim, gjithsesi sa njohim anën tënde, të themi të ndihmës përmes fotografisë. Apo fotografisë si mjet ndoshta për të ndihmuar apo thjesht për të prezantuar më mirë ca persona. Nëse shifet vetëm pjesa e materialeve të cilat në shumë të në rasteve publikohet, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në webfaqen time, janë kryesisht projekte me njerëz edhe me projekte të cilët nuk e kam problem publikimin, ose janë projekte njerëz të cilët nuk e kam problem të jenë pjesë jetës publike. Nga ana tjetër, ndoshta pjesa dërmuese, 70-80% e punës të cilën e bëj, për fat të keq ose ndoshta fat të mirë nuk publikohet, sepse ka të bën me fondacione, ka të bën me të drejtat e të dhënave personale të personave të cilët fotografoj, po ka të bën kryesisht me fondacione të cilët ju ndihmojnë njerëzve të cilët kanë sfida, vështirësi shëndetësore të reintegrohen në tregun e punës, edhe si pjesë e atij paketit të reintegrimit të tyre profesional është edhe një fotosesion të cilin e bëjnë së bashku me mua, me idenë që përfundimisht ata të munden të jenë më konkurrent në tregun e punës.